Kushtet e paqëndrueshme atmosferike kanë përfshirë gjatë ditës së sotme territorin e qarkut Shkodër, duke vënë në gatishmëri strukturat vendore dhe ato të emergjencave civile. Sipas të dhënave zyrtare, situata po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme dhe deri në këtë momente nuk raportohet për problematika të rënda. Në bashkinë Shkodër janë regjistruar rreshqe shiu me intensitet të lartë, ndërsa të gjitha kapacitetet e bashkisë janë vënë në gatishmëri për përballjen e çdo situate të mundshme. Në bashkinë Vaudejës aktualisht nuk raportohen rreshqe shiu. Rreshqe të dhëndura janë shënuar edhe gjatë natës në bashkinë Malësi e Madhe. Në qytetin e Kuplikut është evidentuar prania ujit në disa rrugë, por situata paraqitet në përmirësim pasi uji po tërhiqet gradualisht. Ndërkohë në fshatin Kamic, njësia administrative Qëndër, si pasojë e prurjeve nga përroi that, janë konstatuar dëmtime në rrugën lidhëse Kamic-Flak, duke sjellë vështirësi të përkohshme në qarkullimin e mjeteve. Strukturat vendore ndodhen në terren dhe po ndjekin nga afër situatën. Në bashkinë Fusharos dhe Puk vijojnë rreshqet e shiut, në Puk të shoqëruara dhe me era të forta, por deri në këtë moment nuk raportohet për problematika. Sipas raportimit nga Drejtoria Rajonale e Ujësjelljes Kanalizimeve Lezhë, prurjet në lumen dhe përrejnë janë rritur, përmbeten në kuotat e rrezikut për përmbytjen. Niveli i ujit në lumenjtë Buna, Drin, Kir, Gjadër si dhe në rezervuarin e Shtodrit janë normale, ndërsa hidrovoret e Velipojës ndodhen në gatishmëri të plotë. Problematika janë shënuar dhe në disa akse rrugore. Në segmentin Bok-Theth në zonën e Qafthores është regjistruar prani dëbore, çka kërkon kujdes të shtuar nga drejtuesit e mjeteve. Ndërkohë në aksin Hanihotit Dogana Vërmosh janë shënuar rënje inertesh, por grupet e punës janë në terren dhe po kryen pastrimin e rrugës. Gjithashtu, si pasojë e kushteve atmosferike, janë regjistruar disa ndërprerje të energjisë elektrike në njësitë administrative të Bashkisë Shkodër, Vaudejës dhe Fusharës. Ekipet OSHE po punojnë në terren për rikthimin e furnizimit me energji elektrike. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar, të ndjekin njoftimet zyrtare dhe të bashkëpunojnë me strukturat vendore. Situata mbetet në monitorim të vazhdueshëm nga strukturat e emergjencave civile.